Ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro nisi nga Velipoja inspektimet në bashkitë bregdetare në nisje të operacionit plazhe të pastra, ku për të 4 vit Agjencia Kombëtare e Bregdetit mbështet këto bashki në menaxhimin e pastrimit dhe mirëmbajtjes së plazheve nga data 15 qershor deri me 15 shtator. Kumbaro theksoi se këtë vit sezoni ka nisur më herët dhe flukset janë 4% më të larta se e njëjta periudhë e vitit të shkuar. Fillojmë këtë javë edhe operacionin plazhet e pastra, që është një operacion i përbashkët i bashkive të Bregdetit me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit për pastrimin 24 orë të plazheve dhe të gjithë hapësirave të cilat rrethojnë pjesën e Bregdetit nga Shkodra, pra nga Velipoja deri në Ksamil. E nisim nga Shkodra inspektimin e plazheve publike dhe private njëkohësisht për të qenë të gatshëm për të mirëpritur flukset që vinë vetëm duke u shtuar. Kemi një rritje edhe në muajin maj të turizmit, sepse sapo kemi marrë shifrat, dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, kemi fluks në rritje, 4% shkon periudha janar-maj, më shumë se sa njëjta periudhë e vitit kaluar. Numri 1 i kësaj ministrie ngriti shqetësimin se rritja e hapësirave publike të plazheve për sezonin veror kërkon përgjegjësi të shtuar jo vetëm nga ana e institucioneve për mirëmbajtje të territorit, por edhe bashkëpunimin e bizneseve, banorëve dhe pushuesve, duke theksuar se bashkëpunimi me policinë e shtetit këtë vit do të jetë më intensiv. Me ndryshimet që kemi bërë me rregulloren e re të plazheve të vitit 2025, praktikisht vetëm subjekte të cilët disponojnë një strukturë akomoduese, pra një hotel, mundet të aplikonin për menaxhim të plazheve në mënyrë private. Që do të thotë që jo vetëm kemi rritur sipërfaqen e plazheve me 2 herë krahasuar me vitin e kaluar, por duke qenë se jemi në ditët e fundit të mbylljes së procedurave edhe për kontratat e fundit, unë jam e sigurt që do të rezultojmë në një numër edhe më të madh, do të kemi mbi 60% plazhe publike, që do të thotë më shumë punë për ne, më shumë përgjegjësi për bashkitë për të mirëmbajtur dhe administruar terrenin. Mendoj se Velipoja do të jetë shembull i pastërtisë në gjithë Shqipërinë. Jem shumë optimiste dhe mendoj që edhe koha që kemi filluar pak përpara dhe problematika që kemi pas, ne s'kemi pas asnjë problematik mbi lirimin e zonave të publike. Turet inspektuese do të vijojnë në gjitha bashkitë e vendit me qëllim forcimin e masave për pastërtinë dhe mirëmbajtjen e hapësirave bregdetare pas hyrjes në fuqi të rregullores së re të plazheve për vitin 2025.